Në Komisionin për Çështjet Europiane u zhvilluan debate sa i takon procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Kryetaria e Komisionit të Çështjeve Europiane, Jorida Tabaku, kritikoi sjelljen e qeverisë në zgjedhjet e 11 majit, duke theksuar se rruga drejt BE-s nuk mund të jetë një fasad që injoron standardet demokratike. Partia Demokratike ka shprehur që do të jetë pjesë e procesit të integrimit, që do të miratojë ligje që kanë ndikim në procesin e integrimit dhe kemi treguar këtë me fakte. E kemi treguar konkretisht sa herë që antarët e opozitës këtu prezent, po edhe jashtë kësaj salle, kanë pasur një hapësirë për vendimarrje, kanë pasur një hapësirë për të folur, për të ngritur shqetësime, e kanë bërë këtë. Po kjo nuk do të thotë që ngritja e shqetësimeve, qoftë për drejtësinë, qoftë për ekonominë, qoftë për zgjedhjet, qoftë për standardet e shkelura, neve të na bëjë që të veprojmë si mbylllazi dhe ta konsiderojmë atë si një proces të mbyllur, sepse ai nuk është një proces i mbyllur. Ne nuk mund të sillemi si evropian Bruksel e të sillemi si shqiptar këtu në Shqipëri. Nëse themi që ky proces është proces kombëtar dhe është një proces që ka vullnetin politik të qeverisë shqiptare, duhet patjetër që të na shoqërojë në çdo vendimarrje tonën. Tabaku t'ju kundërpërgjigj socialisti Amimi Kodheli duke kërkuar të mos bëhet politik me këtë çështje. Kjo nuk do të thotë që në këtë punë nuk ka vështirësi, madje edhe mangësi. Kjo nuk do të thotë që mbase duhet kishim bërë gjëra më shumë. Kjo epokë e këto vite që po kalojmë janë rrjedhoj e gjithë periudhës tranzicionit në Shqipëri, me të mirat dhe të këqijat e veta, me ullet dhe ngritjet. Kështu që finalja që do të jetë mbyllja e gjithë kapitujve ose grup kapitujve është ajo që do të flasë në fund të ditës. Ne kemi mjaftueshëm tribuna për të bërë komentet tona politike jashtë i komisionit, cili përgjithsisht pavarësisht është një komision mirëfilli i një pune parlamentare, është një komision pune, ku mund të shpalosim të gjitha opinionet tona politike lidhur që nga zgjedhjet dhe rezultati i tyre spektakolar, me që jemi të zgjedhje, me që po diskutojmë politikisht. Pas kërkesës së mazhorancës, diskutimi i shqyrtimit të projekt pozicionit negociues për grupimin e 4 të kapitujve Agjenda e Gjelbër dhe konektiviteti i qëndrueshëm për negociatat për antarësimin në BE u bë me dyert të mbyllura. Të pranishëm në komision ishin Majlinda Dhuka, ministre e shtetit dhe kryenegociatore, si dhe Adea Pirdeni, ministre e shtetit për administratën publike dhe antikorrupsionin.